Dalim pak të Vullnetit, ta komentojmë lëvizjen dhe vendosja. Vullnet që shtu duk? Vullnet ka me të barë aty me më vend në studio. Ka një kolegë. Lusa asaj edhe nuk të kanë shpall që shikëshën shpall disa prej analistëve. Lista e hibridave na. Lista e hibridave, po. Nuk ishën mesin e hibridave. Ja, so kjo me vendosjen. Okej, astra. A i gare Vullnet pak, ti qeli mësyn, sa ba, mos e marrë për të keq. Nuk është për të keq me që Jo, qëre, Gonxhen. Po. Me të regu drejt, asni parti politike, asni listë që në posh, nuk kene ka liste serioze që të regon që naj parti ka punu seriosisht për në ofertë të rej me njerëz në parlament të Kosovës. Edhe ka të zënë që najnë të shku në zgjedje me njëtët njerëz, me njëtët numra, me njëtën krizë që ka në produsu si për këndim. A do tjetë po ashtu i njëti rezultat? A do të provojt njëti rezultat? Njëtët njerëz. Nuk pa mërë menja, asë në LDK, asë në vetëvendosit të në GUZ, asë në PDK. Të emrat e ri që kanë shku, nuk është asë një emër që ka në ndonjë potencial i cili kishme ngrejnë ndonjë vot, që ashtë të madhë që kishme ndryshtu ndonjë rezultat të zgjedhjeve. Po, Asdreni tha që nuk ka qenë një periudhë kohore gogja shkurt për me pa dikën tjetër. Jo, do të adim Kosova nuk është shumë e pasën, tash me intelektual, me njerëz cilët kanë dëshirë, prirje politike dhe dëshirë për më marrë me politikë, pra edhe klima e polarizimit shumë të madhë politik e ka zbej edhe dëshiren, dhe më thonë që njerëz më përfshin zgjedhje, sepse ta shdo nën muj nga kriza në krizë, nga pasiguria, mendoj që nuk ka ndonjë, edhe duhet ta dim dhe një gjanë, nuk ka ndonjë momentum tartë që edhe opozita të ofroj një kauz shumë qartë, që të motivoj, të frymëzoj individ saktun për t'ju bashkue cilës do parti opozitare, po lëvizjes vendosje mas paku, në mënyrë që mu përfshin këto zgjedhje. Vullnet, nëse kebe qka pështu? Problemi është që shkrejt profesionistat, njerëz që kanë përmet në farë profesioni, nuk janë të e po politike, në ma as partit politike, si mundësi që me ndryshu në ajsen këtë vend. Për shta është problemi, për shta i kena në ashtë lista, me shta njerëz që reciklohen këtë kohën. Dhe me tonë, zef mërin, a unë e kësha harru që është gjallë. A vëllen. To e prit na i përvjetor e përkujtej me malla. Jo, së të rezesh, pasha zote, politikisht kërkoj pali është si persona, mo. Sigurisht, respekt. Me u rikëstym për shë dhe këtë pak rrugova më kujtu. Se me ta e moj men, dhe me thënë. Nëse i svet beqirën e pash në listë. Jo, që kjo për SHDK-ja, për shamu për SHDK-ja, Abdullah Klinoku. A shkëllimi me në ofru lista memoriale, njerëzve të dhëtë në pas kanë në ndikimin e hergjët historisë së partisë, apo në e listë me njerëz real që përdojnë në ndihmu me shqip të kësaj krize. Jo, kjo është tregu që edhe zotni Kurti është bo pragmatik, edhe është duke kalkulu për se cilin vot. Nëse për SHDK-ja ja bjen 3-4.000-5.000 vota, Refki Suma ndoshta 1.000 vota më shumë, Abdullah Klinoku është tregu që është duke kalkulu se cilin vot, dhe për to se cila vot është e rëndësishme që për të mrini shumit që a i synon me qeveris pa partit opozitare. Që kjo është edhe këtë partit kanë shfaq, ose janë mundu me shfaq potencialin më të mirë të vetin. Kisha mundal vatë sekondat e Klinaku, por shumë me Klinaku kom pas shumë debate në zezën e në shkurtit, për arsye shumë vlerore që ai përfaqëson ose përqafon edhe unë që ka përqafoj, ajo është mos pajtimi joni për hershëm, kom pas respekt se kritikon për Albinin kemi pas njetë. Sot kur përsho se kësha pa për më Lisa, për shak se vondër i Lisa, më kalëzaj Asdreni. E ke fjallin për Abdullah Klinakut? Po, më quditi që shka mundësi të në ato fjallë Mishkel. Kështu një fushatën e non shkurtit, farë vlerësimit drejt ka pas për Albin Kurtin, pa prit mas në del që është lisë më Albin Kurtin. Është interesant kjo punë, bra. Këtu po shije që njerëz politikët nuk e kanë bërë qëllim vetvete, po përdorin si mjet me arrit të qëllime personale. Kështu të ndeshkon elektorati. S'kisha pas qef mi ndodh Klinakut, me gjithatë e ruaj një respekt për ta, pavarësisht që spajtona ka qenë gjithmonë i pa kompleksum raport me ato çka mendon, por me shfaq. Kjo mi pra pjesë, por në Albin Kurti s'di që ka lybre.